Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë, duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studion e programit Muzik Plus, miq vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel dhe në fakt në hyrje të programit në ditën e sotme, unë kam prezantuar shkurtimisht në këto momente në studion e programit është bashkuar me ne zonja Vinjola Rota, drejtoresha e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar në qytetin e Korçës. Kënaqësi zonja Vinjola, të jemi së bashku në ditën e sotme dhe të falenderoj që mes gjithë angazhimeve gjete kohën dhe mundësinë për të qenë pjesë e programit. Unë ju falenderoj për ftesën dhe meqense ju keni filluar një sezon të ri, unë ju uroj ju vaftë sa më mbar. Faleminderit dhe kënaqësi që në ditën e sotme do të jemi së bashku për të zhvilluar një bisedë, pse jo, gjithmonë edhe më tepër informuese për gjithë ata që ndjekin në Radio Emanuel dhe programin Muzik Plus, duke qenë se kemi dhe fillimin e vitit të ri shkollor. Besoj që ka qenë një periudhë ngarkuar me angazhime, me iniciativa dhe nisma nga më të ndryshmet me të cilat ne do të prezantohemi në ditën e sotme. Prandaj së pari dua t'ju pyes se si është ndjesia, por pse jo, edhe përgjegjësia për të pritur një tjetër vit të ri shkollor në pozicionin që ju keni. Atëherë po e filloj në fakt pak nga fillisat e mia. Kam marrë emërimin në drejtorinë rajonale, e kam marrë para 3 vjet e gjysmë, do të thotë është viti 4 që unë çel sezonin për vitin e ri shkollor. Drejtoria rajonale e Arsimit Parauniversitar Korçë është drejtoria me më shumë shtrirje, është më e madhja në shtrirje, që ne fillojmë nga qyteti Skraparit dhe përfundojmë në qytetin në Kolonjë, në qytetin e Ersekës dhe kemi 18 bashki. Që do të thotë ditën e parë të shkollës, në bankat e shkollave janë ulur rreth 58.000 nxënës, nga të cilët 4.000 janë nxënës që ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Dhe nëse drejtoj një institucion I cili ka këtë shtrirje, edhe numri I mësuesve është I shumë dhe konsiderueshëm, sepse kuptohet në shërbim të 58.000 nxënësve duhet të vinë stafet mësimore. Nëse unë sot them për një fillim të mbartë të vitit shkollor, patjetër që ne kemi patur edhe sfidat tona, nëse mësuesit kanë bërë ato pushimet e tyre, është e sigurt që institucionet si ZVA, zyrat arsimore të Arsimit Parauniversitar dhe Drejtoria Rajonale, kemi qenë gjithë kohës duke punuar për ditën e parë të shkollës, por edhe për vitin shkollor 2025-2026, patjetër me sfida, me përplasje nga më të ndryshmet, por për një gjë jemi shumë të lumtur që të gjithë mësuesit sot, sfida më e madhe sot është që të mbash njerëz në punë. Kështu që kjo është një sfidë personale, por është dhe një sfidë akoma më shumë me një detyrë që të ka besuar shteti, është një detyrë institucionale. Është përgjegjësi. Është përgjegjësi patjetër, sepse duam s'duam, duke jetuar në një qytet, por edhe duke qenë pjesë e një drejtorie me këtë shtrirje, patjetër që ke përgjegjësi të mëdha. Unë them sot dhe mësuesit janë të vetëdijshëm që ne fal aktorëve që kemi futur në institucionet arsimore, sot mësuesit janë të gjithë në punë, në sistemin ton duke na shërbyer. Edhe ky është vërtet një lajm shumë I mirë. Unë nuk kam qenë ndonjëherë pjesë e tyre, por kam pasur patjetër her pas here të ftuar mësues, prindër, të cilët kanë ndarë ato emocionet e para të fillimit të një viti të ri shkollor dhe është shumë emocionuese edhe për ne si prindër, por edhe për mësuesit në profesionin e tyre. Unë nuk flas dot vetëm në rolin e një titullari, sepse unë dua jam nënë e 2 djemve, e kam thënë gjithmonë për të gjitha etapat që unë kam kaluar, unë jam prind, mbi të gjitha jam prind. Dhe patjetër që kur ne sigurojmë, po ne futim më shumë, unë personalisht fut ndonjëherë më shumë anën personale, familjare dhe e shikoj gjithmonë me syrin kritik të një prindi, sepse
Nëse ne themi në shkollë kemi nxënësin, patjetër. Ne si prindër ju kemi besuar dritën e syve, ja kemi besuar mësuesve. Dhe patjetër që ata mësues, ata mësimdhënës nuk janë thjesht për të dhënë profilet e tyre, lëndët e tyre mësues matematike, jo. Nëse ne sot jemi, unë, ju, jemi këta që jemi, mësuesit tanë kanë lënë nga një gjurmë. Kështu që ne atë kërkojmë që të gjithë mësimdhënësit në radhë të parë duhet të jenë njerëz të komunikueshëm, duhet të jenë njerëz bashkëpunues. Ne kemi një trekënd shumë të fortë. Trekëndi është nxënësi, fëmia, në rastin tim si prind, është familja, është edhe shkolla, është institucioni. Dhe në secilin prej këtyre institucioneve, nëse dhe familja është e tillë, ka aktorë të ndryshëm, ka karaktere të ndryshme, ka tipe të ndryshme, por të gjithë jemi për kulmin kryesor që është nxënësi, është mirëqenia e fëmijës. Në vërtet. Cilat janë risit, por dhe prioritetet kryesore të këtij viti shkollor për gjithë qarkun që ju përmendët, jo vetëm qytetin e Korçës, sepse keni një shtrirje shumë të gjerë. Po. Risi. Patjetër që ka risi, ne kemi bërë shumë punë. Por unë gjithmonë pyes vete, kemi për të bërë, kemi shumë më shumë për të bërë. Patjetër që risi kanë qenë. Në drejtorinë rajonale janë emëruar oficerët e sigurisë. Oficerët e sigurisë janë persona të cilët janë bashkëpunim ndërmjet dy ministrive, mirë po ne na vinë në shërbim për të ruajtur atë perimetrin e shkollës. Do të thotë që këta oficerët e sigurisë janë në bashkëpunim të drejtë për drejtë me drejtuesit e institucioneve arsimore, por edhe me të plotfuqishmën e zonës ose me instancët e tjera të policisë. Gjë që ne na krijon një komoditet dhe jo vetëm komoditetin, por edhe një siguri që ata nxënës që janë brenda institucioneve arsimore janë të sigurt edhe rreth e rrotull perimetrit të shkollës. Njërisi tjetër janë në çdo shkollë janë shërbim psikosocial. Jo se nuk ka qenë vitet e kaluara, ka qenë, por këtë vit, ndryshe nga vitet e kaluara, këta janë më të shumë. Që do thotë, kufiri ndërmjet numrit të nxënësve tani është ulur për të sjellë sa më shumë në shërbim. Kemi futur aktorë të tjerë në institucionet arsimore, koordinatorët e cilësisë dhe të karrierës, përsëri është risi. Çfarë bëjnë koordinatorët e karrierës dhe të cilësisë? Nëse ne dikur mësuesi im i matematikës, Gjergj Evangjeli, thoshte që ti ke prirje për matematikë dhe ma tha vonë, sepse më njohun në periudhën e gjimnazit. Ne sot kemi futur koordinatorët e cilësisë dhe të karrierës, i kemi futur që në klasë të 9, që të thotë këta mësues ose këta individ shkojnë dhe futen nëpër klasa dhe njohin aftësitë e nxënësve, që të thotë ne sot kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me shkollat profesionale. Dhe ky bashkëpunim është shumë i mirë edhe fal koordinatorëve, sepse koordinatorët janë ata që përcaktojnë nëse ky fëmijë do jetë për një profil të përgjithshëm për gjimnazin apo duhet i drejtohet shkollave profesionale, dhe të cilat ne kemi të munguar zanatet nëse themi. Kështu që orientimi i fëmijëve që në klasë të 9 ka shumë i rëndësishëm. Një tjetër risi është SMIP-i. Ne kemi prej 2 vitesh, ne kemi futur sistemin SMIP në sistemin arsimor, që do thotë ky trekënd që unë thash ndërmjet familjes, nxënësit dhe prindërve dhe mësuesve është në kohë rekord informacioni. Nëse fëmia juaj nuk shkon në shkollë, mësuesi e paraqit direkt në sistem. Nëse fëmia juaj ka një problem, nuk pret që të vijë dita e takimit me prindrit që të marrë vesh se çfarë ka ndodhur brenda klasës, por mësuesi kujdestar e raporton direkt atje. Mësuesi lëndës gjithashtu shërbim psikosocial për çdo problematikë që shikon tek ky fëmijë, raporton direkt në sistemin SMIP dhe prindrit janë të lutur tani, unë po bëj vërtet një thirrje që duhet ta ndjekin shumë shpesh dhe duhet të hyjnë gjithmonë në sistem për të parë se çfarë ka ndodhur me fëmijën e tij në institucionet tona. Nëse themi risit, patjetër që janë dhe ne jemi gjatë gjithë kohës duke i përpunuar çdo ditë më shumë ndryshime udhëzimeve. Ne vërtet na filloi viti shkollor 25-26, por ne tani kemi filluar se çfarë do ndodhë në shtator për vitin 26-27, sepse udhëzimet kuptohet që nuk janë të lehta për të ndryshuar, por i të pamundura. Dhe nëse më pyet cila është prioriteti kryesor, mirëqenia e nxënësve, asgjë tjetër. Patjetër, është shumë e rëndësishme përpos gjithçkaje që është e nevojshme për të pasur një mbarvajtje të mirë në mësim, në përditshmëri, por për sa i përket përgatitjes në aspektin e infrastrukturës, logjistikës, cilat janë përgatitjet kryesore, cilat kanë qenë më saktë, jo vetëm për të pasur një fillim të mirë të vitit të ri shkollor, por mbi gjitha edhe një vazhdimsi. Sapo mbaron viti shkollor në periudhë qershori, të gjitha zyrat arsimore dërgojnë shkresë në bashki,
sepse infrastruktura është pjesë e mirëmbajtjes së bashkisë, kuptohet me fondet të alokuara nga Ministria e Arsimit. Dhe që në qershor ne fillojmë përgatitjet për shtatorin. Të 18 bashkitë që kemi ne në drejtorinë rajonale kanë qenë shumë të gatshme për të na ndihmuar, për të bashkëpunuar. Çdo problematikë që kemi patur e kemi parashtruar tek ta. Dhe sot ne kemi 15 shkolla të cilat janë të rikonstruktuara në drejtorinë rajonale, 2 prej tyre janë në qytetin e Korçës, në bashkinë e Korçës. Kurse shumë të mira të nxënësve. E mira është që ne nuk kemi patur asnjë shkollë të mbyllur, në qoftë se thuhet që X shkollë është mbyllur, nuk është mbyllur sepse ka dashur drejtoria rajonale apo zyra arsimore, sepse atje sot mund të jetë numri, jo mund të jetë, po numri i nxënësve është 0 dhe edhe komuniteti është i vetëdijshëm, nëse u komunikua pak më përpara nga mediat që u mbyll shkolla e Polenës, në të vërtetë shkolla e Polenës nuk është mbyllur, sepse që të mbyllet një institucion arsimor nuk është kaq i thjeshtë. Procedurat janë të zgjatura, por ne tim sot në shkollën e Polenës, vetëm si shkolla e Polenës, kemi 0 nxënës. Kështu që duam, mësuesit që kanë qenë atje janë sistemuar, por për të thënë u mbyll, shkolla e Polenës nuk është mbyllur. Në atë shkollë kemi 0 nxënës dhe procedurat, sepse vitin tjetër ne mund të kemi nxënës në atë shkollë. Kështu që si institucion ai nuk është mbyllur. Po për sa i përket uljes së numrit të nxënësve, her pas here dëgjojmë, flasim, sepse ne kemi shumë të lektë dhe kur diskutojmë në ato tavolinat në kafe me njëri tjetrin për të dalë në përfundime shumë të shpejta, si paraqitet numri i nxënësve në qytetin e Korçës ose dhe përtej? Ajo që mua më vjen keq për diçka është se si disa persona, të cilët nuk janë persona të përgjegjshëm për informacionin që duhet të dalë nga drejtoria rajonale ose nga zyrat arsimore, sepse ne fare mirë dalim nëpër komunikata vet për të treguar vërtet një numër fiks sa është i regjistrimit të nxënësve. Në datën 31 gusht përfundoi faza e parë e regjistrimit të nxënësve. Ndryshe nga vitet e kaluara, regjistrimi i nxënësve u shtri gjatë gjithë periudhës të pushimeve, që ju la mundësi të gjithë prindërve që të regjistroheshin, sepse deri vjet ne i kemi patur me fasha regjistrimin e nxënësve, kurse këtë vit nga data piskorik dhe deri në datën 31 gusht u lan të lira regjistrimet, që ju dha mundësi të gjithëve që të regjistronin fëmijët e tyre. E mira është që tashmë nuk kemi më regjistrime fiktive, por të gjitha regjistrimet janë në SMIP, prindi e bën regjistrimin nga e-Albania, kështu që po të shikoni, unë në çdo fjalë që them dhe në çdo informacion që jap, unë kaloj akoma tek më shumë risi. Do të thotë që nëse prindi aplikon në e-Albania, ne na kalon nëpër sistemet tona dhe pastaj drejtori i shkollës dhe mësuesit marrin dhe i shqyrtojnë nëse ky fëmijë takon kësaj zone apo jo. Dhe kur dhënë informacioni nga një person i papërgjegjshëm dhe që u bë mediatik, dhe unë mendoj që njëri duhet të mbajë përgjegjësi për ato që thotë, sidomos kur është në media. Është dhënë një numër 3 mjeca dhe ne as ne vetë nuk e kuptuam ku është kjo rënje 3 mjeca, sepse ne nuk kishim përfunduar regjistrimet. Regjistrimet vazhduan deri në datën 1 shtator dhe pastaj u rihapën për nxënësit të cilët kishin patur probleme në sistem, u rihapën dhe në datën 5 shtator. Kështu që drejtoria rajonale, arsimit parauniversitar, do dilte në një përshëndetje për fillimin e vitit shkollor dhe do tregonte realitetin ashtu siç ishte. Numri është diku rreth 700 e pak, por mendoj që është një numër i konsiderueshëm në qarkun e Korçës, sepse ne e dim tani që janë disa faktorë. Nuk është vetëm faktori, gjithmonë themi janë larguar. Lindshmëria ka rënë shumë. Lindshmëria ka rënë. Domethënë janë disa faktorë, lëvizja demografike, po ashtu. Kështu që janë disa faktorë të cilët ne nuk i kufizojmë dot dhe unë them që për ne e rëndësishme sot është që edhe nëse kemi sistemin bazë, sistemin e detyruar deri në klasën 9, ne sot çdo fëmijë, çdo nxënës, çdo familje që ka edhe një fëmijë të vetëm edhe në zonën më të thellë, ne sot i kemi siguruar mësuesin. Domethënë, sot ne në Shqipëri unë mendoj që kemi një komponentë të madh që mund të kemi një nxënës, një mësues. Mos harrojmë gjithashtu një aktor tjetër shumë të rëndësishëm që janë mësuesit ndihmës. Po. Sot jemi në një kohë kur familjet po ndeshen me shumë probleme. Një nga problemet është, dhe më i rëndësishmi, është shëndeti i fëmijës. Nëse dikur familjet tona e kishin turp të thoshin që ne kemi një fëmijë me probleme, sot shkolla ju ka erdhur aq afër familjeve sa prindrit sot shkojnë në komisionet që janë për zyrat arsimore dhe thonë që ne kemi nevojë për ndihmën tuaj, kemi nevojë për sistemin arsimor.
Sot numri i mësuesve ndihmës, unë sot nuk them dot një shifër se sa janë mësuesi ndihmët në secilën nga zyrat ose edhe në Bashkinë e Korçës, por unë po them që çdo fëmijë që ka nevojë, ne i kemi erdhur në ndihmë. Pasi bëhet diagnostikimi në për komisionit e vlerësimit të këtyre fëmijëve me aftësi ndryshe, dalin në përfundimin në qoftë se do jetë një mësues për një nxënës dhe ne kemi një udhëzim në fillim të vitit të ri shkollor, në qoftë se ishte i përcaktuar që një mësues do kishte 2 deri në 3 nxënës që do t'i ndiqte, sot për fatin ton të mirë dhe për fatin ton të familjeve shqiptare, kemi mundësinë që një mësues ta shpijem afër një fëmije. Që të thotë ai fëmijë nëse qëndron 4 orë në shkollë, 4 orë ka mësuesi ndihmës përveç mësuesit lëndor. Që patjetër rezultatet do të jenë gjithmonë edhe më. Janë shumë të mira. Rezultatet janë shumë të mira dhe kam takuar shumë prindër në këtë periudhë, shumë prindër. Në këtë 4 vjeçar timin, unë kam takuar shumë prindër, ndoshta prandaj jam ndonjëherë falënderuese edhe për ndryshimet që kanë ndodhur në jetën time, sepse kur takon këta prindër që shikon në sytë e tyre që ka nevojë, por kur shikon dhe ata fëmijë, në zyrën time vijnë dhe ata fëmijë. Në zyrën time është një kënd ku janë bojrat, janë fletët e formatit, që kur vin prindit të shoqëruar me ata fëmijë, ata ulen punojnë atje. Dhe kur i takon këta prindër, kuptojnë që sa falënderues duhet jemi ne. Dhe ndaj Zotit, dhe ndaj çdo gjë që na fal, nuk është e rëndësishme kujt fe i takon fare. Unë flas si Vinjola sot dhe them që prindrit kanë nevojë për mbështetje. Sot mësuesi ndihmës ju vinë në dispozicion familjeve me një komunikim shumë të mirë. Sfidat e tyre janë të përditshme, kemi ndryshuar edhe diçka tjetër. Udhëzimi numër 8 na ka sjell një lehtësi shumë të madhe në institucionet arsimore, që do të thotë nëse një fëmijë fillon klasën e parë me një mësues, ky fëmijë shkon deri në përfundim të ciklit me po të njëjtin mësues dhe sot ajo që është akoma më e mirë për këto familje është që shumë mësues ndihmës kanë përfunduar arsimin special. Nëse ne kishim mësues të arsimit special pa arsim përkatës, sot janë të shumtë mësues. Vetëm në Bashkinë e Korçës, në ZVA-n e Korç Pustecit, ne kishim këtë vit 8 mësues të arsimit special të cilët kanë përfunduar. Do të thotë që ata janë tamam të specializuar dhe ajo që ne na gëzon pa masë është që edhe mësuesit e kanë kuptuar që t'ju vish në ndihmë këtyre fëmijëve duhet të jesh patjetër i specializuar. Është një ndërgjegjësim për të gjithë, edhe për institucionin, edhe për mësuesin, por edhe për familje. Ju e përmendet pak më parë, patjetër është shumë e rëndësishme, prioriteti juaj është mirëqenia e fëmijëve, por nga ana tjetër një allë shumë e rëndësishme që gjithçka të funksionojë siç duhet janë edhe mësuesit. Prandaj dua të pyes se si po punohet për të rritur cilësinë e mësimdhënies dhe për të mbështetur formimin profesional të gjithë mësuesve. Nga viti i kaluar, duke vazhduar tashmë se ajo është traditë do bëhet. Të gjithë mësuesit po trajnohen nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me universitetet. Të gjithë mësuesit të gjitha profileve në fundjavë shkojnë dhe marrin trajnime. Që do të thotë, nëse dikur një mësues kishte vetëm shkumbësin në dorë, sot ai mësues nuk ka vetëm shkumbësin, por ka edhe klasat, të cilat janë klasa digjitale që ne kemi dhe ato vijnë në dispozicion të gjithëve. Por të vish në dispozicion, të vesh diçka në dispozicion kur njerëzit nuk dinë ta përdorin, është shumë e dhimbshme. Që do të thotë, janë harxuar fonde pafund nga ministria, nga shteti dhe nuk po vjen në dispozicion. S'po i vet dot mësuesi në dispozicion. Prandaj është menduar trajnimi i mësuesve. Tjetër ndryshim është edhe kualifikimet. Nëse kualifikimet e mësuesve bëheshin në 5 vjeçarin e tyre të punës, në 10 vjeçarin dhe në 20 vjeçarin e tyre, tashmë janë afruar. Në 3 vjeçar, në 7 vjeçar, do të thotë që ky cungim i vjen në punë akoma më shumë mësuesit. Trajnime bën dhe drejtoria rajonale dhe ne i bëjmë trajnimet sipas nevojave që kanë mësuesit. Do të thotë që nëse një mësues dhe janë të shumtë mësuesit që kërkojnë ndihmë për teknologjinë e informacionit, kërkojnë shumë ndihmë. Sidomos ndoshta ata mësuesit më në moshë që nuk janë kjo është e vërtetë. Brezi i teknologjisë, domethënë i zhvillimeve më të fundit. Kur shkoj bëj takime me mësuesit, sepse unë si drejtues rajonal normalisht mund të bëj takime me drejtorët e zyrave, me drejtorët e shkollave dhe them u mbyll kjo punë. Jo, unë nuk e kam menduar asnjë punë kështu, e kam menduar punë në terren. Që do thotë unë shkoj takoj mësues. Dhe ajo që mua më kënaq pa masa është që shqyr kemi mësues me eksperiencë në institucionet tona që kanë çfarë t'ju japin të rinjve. Ndoshta të rinjt mund të dinë shumë teknologji, por nuk dinë eksperiencat që kanë kaluar një mësues. Është vërtet. Dhe nëse sot unë mendoj që pas 18 vjetëve mësuese matematike,
kam ecur mirë, e ndjeja veten mirë kur jepja mësim, është sepse kam dëgjuar mësuesit me eksperiencë. Dhe për sa kohë kemi mësues me eksperiencë në institucionet tona arsimore, jemi në luks të madh. Por edhe të rinjt, nëse duan të punojnë, sepse sot mësuesit e rinj punësojnë vetëm nga portali, nuk ka asnjë lloj mënyre. Domethënë kjo është një risi tjetër. Të gjithë mësuesit punësojnë nga portali që nga viti 2016 dhe unë them që Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar sot ankimi me tika 0. Nuk ankohet askush pse. Nuk ka më pse, sepse të gjithë janë të vetëdijshëm që zbatimi i portalit do sjell atë mësuesin që i meriton institucionet arsimore. Të gjithë mësuesit janë në të njëjtën garë, patjetër që mësuesit që kanë eksperiencë, patjetër që pikët në dosje janë më të shumta. Është normale sepse vitet e punës janë investim. Por mendoj që mësuesit janë të kualifikuar sot dhe portali na ka dhënë një gjë shumë të mirë, një siguri në institucionet tona, që të thotë ai që meriton. Portali për mua është baraz me meritokraci. Është vërtet, edhe teksa duke e prezantuar e njëjta fjalë më erdhi në mendje dhe është shumë e rëndësishme që kjo të vazhdoj për të pasur atë barazinë e nevojshme në punësimin e mësuesve. Do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për të vazhduar bisedën tonë, pse jo për të përcjell gjithmonë edhe më tepër informacion për gjithë ata që janë duke në ndjekur, por në këto momente shkëputemi për të dëgjuar së bashku të këngën Këtë dëshirën kam nga Çimi dhe Nisa. Dëshirën kam të të nderoj, Zotun me gjithë zemër të adhuroj, çdo gjë brenda meje të jep lavdi, gjithçka është në ty. Sot unë zemën të jap shpirtin ti. Unë veç për ty jetoj dhe çdo frymë që unë marr, çdo moment që jetoj, sot ti ke pjesë tek unë. Rikthehemi sërish në studio, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus. Në ditën e sotme kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë shumë të veçantë me zonjën Binjola Rota, drejtoreshe Drejtorisë Rajonale e Arsimit Parauniversitar në qytetin e Korçës.
Pak më parë zonja Vignola prezantoi për gjithë secilin prej nesh, jo vetëm ato përgjegjësitë, ndjesitë në këtë vit të ri shkollor, por mbi të gjitha risit, prioritetet kryesore të këtij viti, puna me infrastrukturën, logjistikën, me mësuesit për sa i përket trajnimeve dhe shumë më tepër. Prandaj duhet ju pyes në këtë moment, a ka ndonjë fokus të veçantë për gjatë këtij viti në përfshirjen e teknologjisë? Ju e përmendet pak sa edhe pak më parë që teknologjia është shumë e rëndësishme në ditët e sotme në aspektin e mësimdhënies. Por çfarë është duke u bërë në këtë aspekt apo edhe në aspektin e digitalizimit të procesit mësimor? Andre, pak më përpara diskutuam për pjesën e trajnimit të mësuesve dhe thash që janë të shumë të mësuesit të cilët kërkojnë që të trajnojnë në pjesën e teknologjisë. Institucionet tona, shumica e institucioneve tona sot ka Smart Labin. Nuk e di, edhe nga pamja është shumë e bukur kur hyn ato Smart Labet, edhe pamja është shumë e bukur dhe infrastruktura është shumë e bukur, të krijon një lloj komoditeti për të punuar. E ku ka më bukur se të shikosh një fëmijë në klasë të parë që të merret me kodimin. Po, fëmia e klasës të parë sot merret me kodimin dhe ne tani po hyj pak në një temë tjetër, institucionet tona, një pjesë e institucioneve tona janë shkolla qendërkomunitare dhe shkolla qendërkomunitare sillin dhe Arte dhe Zeje, projektin Arte dhe Zeje, dhe atje ne kemi një nga degët e Arteve të Zejeve është dhe teknologjia e informacionit, dhe atje po të shikojmë kur bëjmë këto panajire të Arteve të Zeje në qytete të ndryshme, në zyra të ndryshme, fëmijë të vegjël që shikon kanë bërë kodimin, kanë bërë ndezjen e dritave në një pallat, kanë bërë semaforët, dhe është gjë shumë e këndshme. Përveç Smart Labeve, neve kemi dhe laboratorët Element IT, që përsëri të gjitha këto në total shkojnë janë të shumtë nëpër shkollat. Në shkollat, si fillim është filluar me shkollat e qytetit, sepse kuptohet që në shkollat e mëdha, që kanë një infrastrukturë, siç kemi Sevastin, për shembull, siç kemi Mësentoren, edhe shkollat e tjera, Stavri Themelin, këto shkolla që kanë një numër të larmishëm nxënësish, patjetër që t'ju ofrohet më shumë, mund t'ju ofrohet 1 deri në 2 laboratore, por edhe në shkollat e fshatrave, të zonave rurale, më falni, ne kemi ofruar në shumë prej shkollave, të cilat janë të rikonstruktuara, janë laboratoret me një nuk themi do turtën, me një të këshill të ministres, është të thënë që këto laboratore duhet me patjetër që të vijnë në dispozicion jo vetëm të mësuesve të informatikës, sepse nuk janë vetëm mësuesit e informatikës, po patjetër kurse këtyre trajnimeve që u bëjmë mësuesve, mësuesit e çdo profili mund të përdorin këto laboratore. Dhe sot drejtuesit e institucioneve arsimore, drejtorët e shkollave kanë bërë një grafik që çdo orë, çdo ditë laboratoret e informatikës, Element IT dhe Smart Lab do të qëndrojnë të hapura për të gjithë mësuesit. Do të thotë që edhe një mësues i shkencave, që ne shikojmë pak larg, por çfarë mund të bëjë një mësues matematike për shembull, mund ta bëj fare mirë ndërtimin e grafikut që nxënësit të kënaqen, se jo gjithmonë është vetëm me lapostil dhe me shkumës, por ka edhe disa gjëra që edhe ky nxënës i cili nuk është pas shkencave mund të interesohet dhe mund ta tërheqë ai dizajnin që bëhet aq i bukur në këto laboratore. Që orat jetë edhe më atraktive. Më atraktive, më tërheqëse, që nxënësit mos bien atë monotoni, hyr mësuesi, dil mësuesi. E di se çfarë do të ndodh për shkak. E di çfarë do të ndodh, kush do ngrihet në mësim. Jo, sot shkollat nuk e kanë më atë pjesën që hyn mësuesi, ngren nxënës, shpjegon mësuesi, del mësuesi. Jo, sot falet të gjithë këtyre aktorëve që janë futur në institucionet arsimore, nxënësit sot duhet të ndjehen gjithë përfshirës. Sot është mësimdhënia, sot kemi mësimdhënien me 100 nxënësin dhe kjo tregon shumë, që të thotë, sot mësuesi nuk është më vetëm ai i dituri në klasë, por jo, nxënësit kanë informacione nga më të ndryshme dhe ne sot duhet të ndërgjegjësohemi edhe si prindër, por edhe si mësimdhënës. Duhet të ndërgjegjësohemi që ndoshta në teknologji ata nxënës që kemi përballë mund të jenë shumë më mirë se sa ky mësuesi që thanë që unë her pas here kam pasur të ftuar mësues këtu në studio dhe e kanë ndarë këtë lloj mësimi që marrin nga nxënësit e tyre në përditshmëri. Duhet të ecim shumë shpejt thotë me apat e teknologjisë. Prandaj dhe ne ofrojmë trajnime pafund për mësuesit, pafund për mësuesit, dhe mësot mësuesit ja din vlerën atyre trajnimeve, sepse kur mbaron ai trajnimi ai në përdorim në institucionet arsimore dhe është një periudhë shumë e mirë për të gjithë ne, që në këtë hap që kemi nisur, në këtë start që kemi nisur të gjithë, duhet patjetër që të jemi të gjithë të përfshirë, por përfshirja duhet të jetë patjetër fruti i dijes. E vërtet. Në pozicionin tuaj zonja Vignola, si vlerësoni rolin e shkollës, por patjetër edhe zhvillimin kulturor, artistik të nxënësve, përfshirë këtu dhe edukimin përmes arteve, përmes muzikës? Kur fola pak më përpara për programin Arte dhe Zeje,
thash që ne sot në për institucionet tona kemi gjetur talente. Në një gjimnaz të përgjithshëm nuk e dinim që një talent i një nxënësi ishte i fshehur, sepse askush si jepte të drejtën për të shprehur atë lirinë e tij për pikturën, për muzikën. Ne dinim që në shkollat tona ishin vetëm 2-3 nxënës që dinin të aktronin, 2-3 nxënës që kishin dorë për pikturë dhe deri këtu mbetej. Kurse shkolla qendërkomunitare na ka afruar nga vetë emërtimi shkollë qendër me komunitetin, do të thotë që ne na ka afruar afër, na ka afruar edhe prindrit. Për shkollën Naim Frashi në Korçë kemi patur një takim me disa të deleguar nga jashtë Shqipërisë dhe çfarë po bëni për shkollën Naim Frashi. Dhe kemi qenë jashtë Shqipërisë kur e kemi bërë këtë diskutim dhe atë që kam kërkuar ju kam thënë, shkollën Naim Frashi e kemi shkollë qendërkomunitare. Kuptohet në zonën ku është, një zonë shumë e mirë. E dini pse them zonë shumë e mirë sepse komuniteti që jeton atje ka disa gjëra të trashëguara që nuk i ka çdo familje. Çfarë bëni me këta fëmijë? Ne sot kemi sjell gjyshrit nëpër shkollat tona dhe na kanë mësuar si të thurim një sport. Nëse ne dikur kishim gjyshet në shtëpi dhe na mësonin që të punonin me grep, sot s'ka më gjyshe. Po mbet e gjithë kjo. Por ka persona të cilët ne po i marrim edhe nga institucionet të tjera ose nga këto tip dyqanesh ose aktivitetesh që kanë private që i mësojnë nxënësit edhe të qëndisin, edhe të punojnë me grep, edhe me shtija, me çdo gjë. Që do të thotë ne kemi futur kulturën në familjet, po dhe familjet na kanë futur ne në shkollat, na janë afruar në shkollat tona duke na dhënë edhe atë pjesën e tyre. Në territorin rajonale ne kemi 3 shkolla artistike. Një prej tyre është Ftatash Kokoço, i cili është në një qytet siç është Korça, por edhe i gjithë qarku i Korçës është vetëm një shkollë dhe ne kemi dhënë sot po kërkojmë që ajo shkollë të marrë një status të veçantë. Dhe duke marrë një status të veçantë, ajo shkollë shtrihet në të gjithë rajonin dhe atje nuk ka vetëm sepse ndonjëherë mendohet që po i dham statusin të veçantë do marr një pavarësi ekonomike. Nuk ka lidhje fare kjo. Kjo ka pjesën që të gjitha aktivitetet që do bëhen në atë shkollë do të jenë të shtrira kudo. Do me thënë, ajo mund të marrë edhe sot, shkolla artistike ka bërë një punë shumë të mirë. Falë drejtuesve të asaj shkolle, falë mësuesit i kemi, para se të vija këtu, këtë diskutim kisha për shkollën artistike, sepse pa shkresën që po kërkojmë që t'japim status të veçantë. Dhe janë shumë aktorë që po e kërkojnë statusin e veçantë për atë shkollë. Dhe statusi i veçantë për atë shkollë, ne do të na japë një liri veprimi në shumë aktivitete. Ne i kemi qëndruar asaj shkolle, i kemi qëndruar shumë afër dhe as e diskutoj për sa kohë do jemi të gjithë dashamirës ndaj institucioneve të cilat na sjellin një frym të re në qytet dhe frym artistësh. Dhe nuk ka mundësi që Korça me Serenatën mos ketë artistë shumë të mirë. Kemi mësues shumë të mirë, të talentuar. Atje kemi mësues të cilët kanë lënë emër në qytet. Dhe kështu që ata duhen përdorur në kuptimin më të mirë të fjalës, që ne të na trashëgojnë atë mirësi në punën e tyre. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme dhe nga ana tjetër për të vlerësuar, sepse do të jetë një trashëgimi për brezat e ardhshëm. Duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi do të përcjellni për gjithë nxënësit, mësuesit, por dhe prindrit në këtë fillim të ri shkollor, sepse vetëm një javë ka kaluar nga fillimi i vitit të ri shkollor. Në fillim të diskutimit të intervistës bashkë, ne fillova me atë 3 këndshë, nxënës, familje dhe institucionet arsimore shkolla. Dhe më pëlqen shumë kjo pyetje që më bën në fund, sepse afër fundit, sepse i gjithë diskutimi ishte mirëqenia e nxënësve. Gjërat janë zinxhir. Mirëqenia e nxënësve, mirëqenia e familjes, mirëqenia e çdo mësuesi. Atë që ne japim mesazh sot është të dashur prindër, të dashur mësues, të dashur komunitete. Afrojuni komitete të arsimit, afrojuni afër shkollës, sepse duke qenë të gjithë bashkë, ne kemi çfarë të japim dhe çfarë të marrim. Duke qenë ne sot po investojmë për të ardhmen e vendit. Dhe nëse ka një pikë ku duhet investuar shumë është arsimi. Kur e kam pyetur Merkelin pse një mësues paguhet kaq shumë, i thanë sepse të gjithë mjekët, avokatët, çdo institucion, të gjithë janë të paguar dhe janë të dalë nga pikërisht nga këta mësues. Kështu që unë mendoj që meqense ne nuk e çekëm fare edhe pjesën e pagesës, por unë them që
sot mësuesi duhet jetë një nga profesionet më shumë të vlerësuara, sepse ajo drita e syrit që thash në fillim duhet vlerësuar në maksimum. Mësuesit janë individ, janë persona, janë familjar, si të gjithë ne, por prindrit duhet të qëndrojnë me shkollën dhe nëse i ndodh diçka një fëmije, nuk është vetëm shkolla, por jemi të gjithë. Jemi aktor për mirëqenien e nxënësve. Kështu që unë i ftoj të gjithë, qëndroni afër institucioneve arsimore, dera institucioneve arsimore do të jetë në çdo moment e hapur për të gjithë bashkëpunëtorët dhe për të gjithë ata që e kanë dëshirën e mirë që shteti jon të ecë, vetëm fal këtyre fëmijëve që sot ne po vëmë një gur shumë të mirë në shtetin tonë. E gjithë biseda ka qenë vërtet shumë e këndshme dhe unë për ta mbyllur më lejoni t'ju bëj një pyetje pak sa më personale. A e mbani mend si ka qenë dita juaj e parë e shkollës si nxënëse dhe ndoshta çfarë kujtimesh ju vijnë ndërmend, të cilën e shikoni edhe tek ata fëmijë të vegjël që ndoshta mund të takoni përgjatë këtyre viteve të punës suaj? E mbaj mend sepse shkollën fillore, 8 vjeçare, nuk kam qenë pjesë në shkollës Sotir Gura. Dhe patjetër që e mbaj mend sepse mbaj mend edhe diçka tjetër, meqense ishte pyetje personale, që mësuesen e klasës së parë kisha komshie. Mirpo atje nuk e pash asnjëherë si komshie sepse shkolla na krijoi një komoditet që mësuesi ishte mësues brenda institucionit dhe atë po kërkojmë dhe ne tani. Por ditën e parë të shkollës patjetër që e mbaj mend si të gjithë, me sy të përlotur. Me emocionin e një fëmije dhe me atë buqetën me lule dhe me përparsen e zezë me jakën e bardhë. Besoj që u bët pak nostalgjike në këto momente teksa u kthyehet vite pas. Zonja Vinjola, të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ishte kënaqësi të zhvillonim së bashku këtë bisedë. Kënaqësia dhe imja. Në çdo moment jeni gjithmonë e mirëpritur. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën dhe ashtu siç u thashë në fillim, tani ju vaf të mbar. Të shpresojmë që jemi një augur i mirë për hapjen e tij. Të falenderoj dhe ju një vit të ri shkollor të mbar me shumë sukses në punën tuaj, me shumë përgjegjësi mbi të gjitha. Të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne këtu përfundojmë së bashku bisedën në studio. Shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Do të rikthehemi së bashku miq vetëm pas pak.